Mirëdita, në seancën publike kemi rendite vetëm një çështje, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e kërkesës së subjektit zgjedhor Lëvizja Bashk për miratimin e listave shumëmërore për kandidat për deputet për zgjedhjet e datës 11 maj 2025. Policila. Presidenti i Republikës me dekretin nr. 399 datë 5 dhjetor 2024 ka përcaktuar datën 11 maj 2025 si datë që do të zhvillohen zgjedhjet për kuvend. Në vendimin nr. 146 datë 24 shkurt 2025 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Partia Lëvizja Bashk me kryetar zotin Arlind Qori është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025. Partia Lëvizja Bashk ka paraqitur pranë KQZ dokumentacionin për miratimin e listave shumëmërore për 12 qarqe që përbëhen nga lista shumëmërore me renditje të fiksuar të kandidatëve, lista shumëmërore e kandidatëve që nështrohen votimit parapërqyes, si dhe nënshkrimet mbështetëse. Në bazë të nenit 68.1 e kodit zgjedhor, përcaktohet se lista e kandidatëve për kuvendin, të paraqitura nga partitë politike të cilat nuk zotrojnë mandat në kuvend, duhet të mbështeten nga jo më pak se 5.000 zgjedhës në shkallë kombëtare. Administrata e KQZ verifikon nënshkrimet e zgjedhësve në listat mbështetëse, për të cilat rezultoi se gjithsej janë dorëzuar 5522 nënshkrime të plotësuara sipas modelit të miratuar nga KQZ. Për çdo zgjedhës në listë bashkëlidhur është depozituar dhe kopja letrë njoftimit e nënshkruar prej tyre. Nga administrata e KQZ është bërë verifikimi i dokumentacionit të dorëzuar, duke përzgjedhur në mënyrë rastësore 5% të zgjedhësve nga lista e zgjedhësve mbështetës, numri i firmave mbështetëse të verifikuara është 280. Në përfundim, pas verifikimit, rezulton se numri në nënshkrimeve të depozituara nga zgjedhësit mbështetës është më i madh se numri minimal i kërkuar në bazë të nenit 68.1 e kodit zgjedhor. Në mbështetjet e nenit 73 të kodit zgjedhor, administrata e KQZ verifikoi listat shumëmërore të kandidatëve për deputet të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk për qarqet si vijon: Qarku Berat, Dibër Durrës, Elbasan Fier, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe Vlorë, si dhe dokumentacionin përkatës ligjor të paraqitur, nga i cili konstatoi se ishte në përputhje me kërkesat e parashikuar në nenet 67 dhe 72 të kodit zgjedhor. Kandidatët për deputet të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk kanë depozituar formularet e vetdeklarimit në KQZ dhe nga verifikimi i tyre rezulton se tek asnjë prej kandidatëve nuk janë deklaruar të dhëna që lidhen me parashikimet për ndalim në bazë të ligjit nr. 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen emërohen ose ushtrojnë funksione publike i ndryshuar. KQZ nëpërmjet komunikimit elektronik ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nga numri total prej 186 kandidatëve për deputet të listave shumëmërore të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk, rezulton se nga informacioni i dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me anë të komunikimit elektronik, janë kryer verifikimet e të dhënave për të gjithë kandidatët për deputet të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk, sipas të cilës 3 kandidatë për deputet në listën shumëmërore të subjektit zgjedhor rezultojnë të jenë reabilituar në bazë të nenit 69 kodit penal. Kandidatët e tjerë të listës shumëmërore të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk rezulton se nuk janë të dënuar me vendim penal të formës së prerë. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile nuk ka kthyer ende përgjigje sa i përket verifikimit të dhënave për kandidatët për deputet të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk. Referuar ligjit nr. 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, kreut 5 të vendimit të kuvendit nr. 17/2016 për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin 138/2015, të dhënat e deklaruara në formularet e vetdeklarimit dhe informacionet të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për kandidatët për deputet të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk nuk përbëjnë kusht për mos regjistrimin e kandidatëve për zgjedhjen për kuvend të datës 11 maj. Pas verifikimeve përkatëse të kërkesës dhe dokumentacionit në tërësi të listave shumëmërore të subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Bashk për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025, rezulton se dokumentacioni paraqitur është në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenet 67, 68, 72 dhe 73 të kodit zgjedhor të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar. Bashkëlidhur prek vendimi për miratimin tuaj. Mirë, faleminderit. Profesorës të subjektit zgjedhor, kanë diçka për të shtuar? Jo, faleminderit. Faleminderit. Atëherë, meqense dokumentacioni që ishte bashkëlidhur kërkesës
dhe listave shumëmërore të subjektit zgjedhor Lëvizja Bashk është në përputhje me të gjitha parashikimet e kodit zgjedhor. Miratojmë listat shumëmërore për kandidat për deputet për zgjedhjet për kuvendët datës 11 maj të vitit 2025 për të 12 qarqet: Berak, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë dhe Vlorë, të cilat do t'i bashkëlidhen aktit listat shumëmërore për secilin qark dhe duke filluar nga dita e hënë do të publikojnë në faqen e internetit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirë. Faleminderit. Fushat mbar. Çështje tjetër në rinë e ditës nuk kemi. Mirë. Seanca mbyllet.